Një aksion I forcave operacionale të drejtorisë së policisë vendore të Lezhës në zonën e Kurbinit është shoqëruar me të shtëna marmëzjarri dhe plagosjen e një personi. Ngjarja ka ndodhur gjatë natës në qytetin e Laçit, ku sipas burimeve, policia kishte shkuar për të prangosur një të ri dhe në ato momente është qelluar marmëzjarri. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, blut kishin marrë informacion se shtetasi I kërkuar po lëvizte me automjet në lagjen nr. 4 Laç. Në momentin e ndërhyrjes për ndalimin e këtij shtetasi, shërbimet e policisë kanë dëgjuar të shtëna marmëzjarri dhe menjëherë kanë ndërhyrë ku u vu në ndjekje të autometit që lëvizi me shpejtësi, sapo konstatua shërbimet e policisë. Gjatë ndjekjes automjeti që drejtohej nga shtetasi në kërkim, në tentativë për t'u shmangur shërbimeve, është përplasur me automjetin e shërbimeve operacionale të policisë, por blut kanë arritur ta neutralizojnë dhe arrestojnë shtetasin Claudio Buraku, 28 vjeç banues në Laç, dhe gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi 3 armë zjarri dhe municion luftarak. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në vitin 2023 për armbajtje pa leje, kanosje dhe shkatrim të pronës, ndërsa nga veprimet hetimore të kryera në vendngjarje dyshohet se para se të ndërhynte policia për kapjen e të kërkuarit, në automjetin e tij ndodheshin edhe shtetas të tjerë. Gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se shtetasi Gjim Buraku, I afërm I shtetasit Claudio Buraku, ka plagosur në këmbë marmëzjarri pistolet shtetasin Mehmet Domi, 26 vjeç, të cilin shërbimet e policisë e transportuan menjëherë në spital dhe ai është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi Gjim Buraku, pasi ka plagosur 26 vjeçarin, ka zbritur nga automjeti që drejtohej nga shtetasi Claudio Buraku dhe është larguar me shpejtësi në këmbë. Shërbimet e policisë gjatë operacionit të koduar hijet kanë kapur dhe kanë shoqëruar shtetasin Gjim Buraku dhe në drejtimin e prokurorisë vijojnë veprimet për dokumentimin e rrethanave të rastit.